nderuar. Të nderuar, mirë se keni ardhur. E nderuar ushtrues e detyrës së Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj zonja Albulina Agjiu, e nderuar kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj zotri Albin Kurti, e nderuar ministër në detyrë i punëve të brendshme, zotri Xhelal Seqla, i ndaluar kryeshef ekzekutiv i Inspektoratit Policor të Kosovës, zotri Pushtrem Hodaj, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të misioneve diplomatike, drejtues dhe përfaqësues të institucioneve të sigurisë, drejtësisë dhe zbatimit të ligjit, të nderuar partnerë ndërkombëtar, ish drejtues, zyrtar të IPK-s, mysafir dhe miq. Ju faleminderit që jeni pjesë e kësaj dite të veçantë për Inspektoratin Policor të Kosovës, shënimin e 20 vjetore të themelimit tonë. Fillimisht, më lejoni që ftoj për vëmendjen tuaj, ta shohim bashkë dokumentarin në nder të 20 vjetorit, punë e angazhim të Inspektoratit Policor të Kosovës, i cili paraqet historitë, sfidat, sukseset dhe zhvillimin e këtij institucioni. Pyetje jashtë samet shtetit. Kush I ruan rolin? Në vitin 2006, Kosova ndodhej në një kryq të ndërlikuar politik. Siguria e vendit mbetej ende kompetencë rezervuar UMI-ku, e me të edhe shërbimi policor I Kosovës, sot Policia e Kosovës. Themelimi I Inspektoratit Policor të Kosovës ndodhi saktësisht këtu, plot 2 vite para se Kosova të shpallej shtet I pavarur. Në vitin 2005 dhe 2006, aprovohet baza ligjore që përcakton themelimin dhe funksionimin e Inspektoratit Policor të Kosovës. Me 3 koleg të vitit 2006 është formuar Inspektorati Policor I Kosovës. Një agjencion, organ mbikëqyrës I pambarë në umbrellën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Inspektorati Policor I Kosovës ka qenë I përballur nga shërbës civil, komplet I pambarë nga Policia e Kosovës. Ky grup I inspektorëve me vullnet të jashtëzakonshme kanë ardhur dhe kanë kontribuar në formë të jashtëzakonshme, sepse ata janë nështruar një trajnim intenziv 6 muaj. Me gjithë angazhimin dhe përkushtimin profesional, fillimet ishin gjithashtu sfiduese. Një ndër sfidat më të mëdha të Inspektoratit Policor të Kosovës ka qenë do thotë vitin 2007 kur nga ne është kërkuar që të bëjmë një inspektim të jashtëzakonshëm lidhur me performancën e shërbimit policor të Kosovës gjatë demonstratës e cila ka qenë me dhe shkurt të vitit 2007, po paralelisht me këtë nga ne është kërkuar nga Komisari I Policisë që të bëjmë edhe mbikëqyrjen e task forces ndërkombëtare e cila ka qenë duke hetuar në rast. Për të ndërtuar këtë trup të re mbi parimet evropiane, OSBE solli në Kosovë 2 ekspertë si trajner kryesor nga Mbretëria e Bashkuar, Frank Harris dhe Steve Smith, të cilët hartuan kurrikulat e trajnimit intenziv shtatujor që çojnë në rekrutimin e gjeneratës së parë, e trajnuar ekskluzivisht për funksionin e inspektimit, për të kontrolluar performancën, menaxhimin dhe zbatimin e rregulloreve administrative të policisë. When I personally look back to those early years, 2006, 2007, when we were running a project to establish the police inspectorate, I have only very happy memories of conducting a project which, for me personally, was, looking back, one of the best and most satisfying areas of work in my entire career. The very idea of the police inspectorate was quite radical at that time. It is and perhaps remains unique in being the only all-civilian, all-independent police oversight agency in the Balkans and in Eastern Europe. It is also
unique in that it combines the reactive function of investigating complaints against police with that of the more proactive function of inspecting the way in which the police use their resources and achieve their legal mandate. Inspektorati Policor I Kosovës u konceptua me standardin e kodit evropian të etikës policore, I cili kërkonte një polici plotësisht demokratike, llogaritëse dhe të kontrolluar nga një organ I paanshëm. Institucionet e Republikës Kosovës me themelimin e agjencisë tonë kishin ndërsuar që ne si agjenci të marrim praktikat më të mira të kontrollit demokratik. Kishte modele që ishin marrë nga Anglia dhe Irlanda, që ishin modele amerikane, që ne këto të praktikujmë në Kosovë. Ata me krimimin e implementimit të projekti, I gjithë programi ishte konsultuar nga ekspertët britanik në disa fusha. Gjatë këtyre 6 muajve ne jemi përfshirë në inspektimet të rregullta, ku një kontribut të madh ka dhënë edhe vetëm misioni I SDE-s, të gjitha këto inspektime që kanë përfshirë fushën e trafikut, pagën automjetit, buxhetin, financat, jetimet, kanë ekzekutuar me raportet të cilat janë pjesë e historisë. Në ato ditë të para, Inspektorati Policor I Kosovës po ndërtonte edhe identitetin e saj vizual. Logon zyrtare I MKK-s që u dizajnuar me një inspektori gjeneral të së parë. Në